të përshëndes. Faleminderit. Faleminderit shumë për punën e palodhur që bën vazhdimisht për të çuar atë se çka është e shkruar nga e zeza në të bardhë. Për ligjin. Për ligjin. Flet për ligjin. Çfarë po ndodh me ato punët e tua të vazhdueshme çdo ditë duke shkuar tek institucionet e drejtësisë për të zbardhur çështjet tuaja, por edhe atë që është edhe e shqiptarëve. Atëherë unë nuk jam i vetmi që e konstatoj për ditë, ndoshta më shumë se të tjerët, sepse kam 17 vjet që e konstatoj rregullisht, po tani të tërë janë të ndërgjegjshëm që drejtësia është në krizë dhe mbi të gjitha ligjvërtimi është në krizë. Mafia, në kuptimin e mirë fill të fjalës, një lloj mafie që nuk bën vakina asnjë vend të botës, është futur kudo nëpër institucionet shqiptare. Domethënë këtu korrupsioni është masiv. Ne duhet jemi me fat që ka akoma njerëz që kanë shpëtuar këtij fenomeni. E kupton? Dhe ato që i shpëtojnë drejtësisë, i shpëtojnë në thonjza, domethënë ato që drejtësia nuk bën dot, reflektojnë pasaj në ngjarje jashtëzakonisht të rënda. Po ne këtu do flasim për një fenomen akoma më të rënd, që është edhe, si thuash, nyja kryesore në të cilën pasaj ndërthuren tëra të tjera. Ne jemi në prag të zgjedhjes kreut të Spakut. Po mbaron edhe mandati i që sipas pjesës më të madhe të shqiptarëve të keq informuar, kujtojnë se kjo është presa e Shqipërisë. Natyrisht atje po bëhet një punë, po mos kujtoni se puna po bëhet në mënyrë normale ashtu siç duhet bërë, për shkak që kemi një institucion të ligjbatimit dhe bën rregullisht punën e vet, sipas provave që i shkojnë, sipas kallëzimeve, sipas indicjeve që ata mbledhin vet nga burime të ndryshme. Jo, ata punojnë me një mision për të çbërë drejtësinë. Domethënë për të punuar vetëm atje ku ju intereson aty për momentin, ju intereson për shkaqe të lidhjeve të tyre politike, të padronëve të tyre, apo për të shpëtuar një situatë ku ata vetë janë të goditshëm, domethënë si themi neve, të kapur. Prandaj të bashkëpunime ose gjërave që kanë ne tani e dim që po bëhet kjo, domethënë ky procesi i zvendësimit të kreut të Spakut me pasardhësin dhe atje në Këshillin e Lartë të Prokurorisë janë 4 kandidatë. 2 nga të cilët unë nuk i njoh në kuptimin që nuk kam pasur kur të bëj beta. 2 janë të akuzuar nga ju. 2 janë të akuzuar prej meje. Si ka mundësi njeri është Klodian. Çështjen do ta kesh të pastër apo jo? Janë të tëra dokumentuar ato. Po. Nuk diskutohet. Si ka mundësi që kanë futur aty në kandidim, ndërkohë që ato kanë çështje? Po ne kemi thënë 100 herë atë që ata fusin në kandidim për postet më të larta pikërisht ata që kanë kryer krime. Më thuaj pa 4 emra dhe kush janë ato 2 që 4 emra nuk më duhen fare, mua më duhen vetëm 2. Njëra është Doloreza Musabelliu dhe tjetri është Klodian Brau. Atëre, Klodian Brau, të marrim historikun e Klodian Braus. Klodian Brau në vitin 2018 më ka pritur në zyrë për çështjen e Alpetrolit. Atëre. Dhe për Shqipëri. Me madhja, absolutisht, jo më të mëdha, po me madhja absolutisht. Domethënë bëhet fjalë për një aset që shkon diku te 15 miliard dollar, nga të cilat 10 miliard tash janë grabitur. Dakor? Dhe Klodian Brau më ka pritur në zyrë, pasi kam takuar 3-4 të tjerë, midis të tjerëve edhe Edvin Kondilin, ata kanë pretenduar se ne nuk dim gjë, domethënë nuk kemi marrë ne me këtë çështje. Dhe si përfundim, pas shumë insistimesh, gati një vit insistime të mia, si përfundim më ka pritur Klodian Brau, që ishte zvenc drejtor apo zvenc krye prokuror për krimet e rënda, në prokurorin për krimet e rënda, domethënë nuk ishte akoma Spaku. Më priti aty, kemi bërë një bisedë gati 20 minuta, në të cilët ai është munduar me të tëra format që mua të mos më lejoj të bëj kallëzim. Njëra ishte për Alpetrolin dhe tjetra ishte për Petrit Fushën. Si nuk të lejoj, si të doli pengesë për shembull. Jo, mundoj të më tremte mua. Të tremte me presione me presione të drejt për drejt aty. Nga e di ti këto, qa bën ti këtu, ç'ne ti këtu e tjera tjera. Ti nuk utëroj, ti vazhdo. Jo, unë ti e di që nuk para dëgjoj nga i vesh. Në 2018, në shtator të 2018-s. Po? Dhe më fal, në shtator të 2019-s, po çështja kishte filluar që në 2018. Dhe
ai sidomos i mëshonte më shumë faktit që unë kallëzoja Petrit Fushën, që kishte qenë krye prokurori i Tiranës. Dhe si përfundim unë e riplotësova dosjen, ja çova prokurorisë për krimet e rënda, insistova që ta merrte krye prokuroria, e kam kërkuar 3-4 muaj dhe ata rojet atje rinë, më thoshë mua është shtetit, prallë e vjetër kjo, e kupton ti, kur s'duan të përballen me të vërtetën. Si përfundim i kam shkruar dhe Arkta Markut që në atë kohë ishte krye prokurore e përgjithshme, si përfundim u zbërthye situata në 16 shtator, domethënë pas bisedës në 16 shtator të 2019 Klodian Brau më ktheu përgjigje sipas së cilës ne nuk t'i japim përgjigje ty sepse ti nuk je as kallëzuesi, as interesuar, as i dëmtuar e tjera. Dhe unë plotësova dosjen dhe kam 2 dosje, njërën për Alpetrolin dhe njërën Petrit Fushën, të cilët e kam depozituar, njërën në 21 tetor dhe tjetrën në 25 tetor të po ati viti, domethënë një muaj më vonë. Këto 2 dosje u morën dhe në 10 dhjetor, domethënë 3 ditë para se të bëj spaku që njohim sot, më kanë thëritur përsëri, më kanë thëritur për deklarim oficere policisë gjyqësore Vera Vasia Frangaj, që është e njëjtës familje me Aleksandr Frangaj, dhe si prokurore ishte Manjola Kajana, po Manjola Kajana në shkurt të 2018 kishte marrë nga unë kallëzimin kundër Benametajt dhe Fatmir Xhafës. Dhe e kishte kthyer mbrapsh me pretendimin që këtu nuk ka vepra penale që jetojmë ne në kompetencën tonë. Dhe këtë përgjigje në prokurorinë e Tiranës e përkthyen këtu nuk ka vepra penale. Pik. Të gjitha këto mashtrime, këto manipulime, këta i bëjnë në bashkërendim me njëri tjetrin. Nëse të mbetemi te Klodian Brau. Vazhdoi çështja, u mor atje u fshe për 2 vjet rresht. Tek dis nga në një vend në tjetër dhe Klodian Brau nxiste pa rreshtur njerëzit e prokurorisë së Spakut dhe rojen për jashta që mua të më dhunonin me tëra format e mundshme dhe mos lejonin që të futesha brenda. E kisha thënë disa herë dhe Edvin Kondilit atje. Dhe si përfundim për Klodian Brau në bërë të paktën 3 kallëzime. Të paktën, se janë më tepër. Si është ky skenari këtyre që një njeri, domethënë një prokuror që është i pandehur, ose le të themi i akuzuar nga ju, ose edhe nga njerëz të tjerë, se ndoshta mund të jenë shqiptarë të tjerë që e kanë akuzuar, shpall kandidaturën ose e lejojnë që shpall kandidaturën. Jo, nuk e lejojnë, e nxisin. E nxisin, e bëjnë vetë që ai të ngrihet për ta mbrojtur pra. Sepse ai mbron ata mbrojnë atë. I duhet, domethënë, po pra, kapu njëri tjetër. Se s'bën, se nëse hidhet poshtë ky, hidhen poshtë vetë ata. Dhe pikërisht prandaj unë insistoj, sepse ndodh ky fenomen ndodh sepse ato ekranet e mëdha nuk hapen. Unë kam, domethënë 1 milion ta herë që unë them që duhet të hapen patjetër ata, të ekspozohen provat, të shikohet çka ka thënë filani me firmën e vet, dhe të mbaj përgjegjësi penale. U ka kështu. E njëjta gjë ka ndodhur me Doloreza Musabelliun. Doloreza Musabelliu si vjet ka marrë një kallëzim penal kundër prokurores, gjyqtares dhe personave të tjerë që me shumë gjasa dhe si pas pamjeve filmike të kërkuara nga unë kanë bashkëvepruar me njëri tjetrin për të marrë mua ato 400.000 euro që e diti historinë. Tashti unë e qoj kallëzimin në Spak, zonja thot që këtu nuk ka korupcion dhe këtu nuk ka bashkëpunim, prandaj ne po e qojmë dosje në Durrës. Po nga e gjeti ajo atë që s'ka korupcion dhe s'ka bashkëpunim, se fsheu provën. Provën që i kërkova unë, që do të thot pamjet filmike brenda gjykatës, ajo nuk i mori. Dhe kjo në gjuhën e ligjit është veprime që sabotojnë drejtësinë, është në 301 i kodit penal. Zonja ka kryer vepër penale me ndërgjegje të pastër. Nga Spaku deri te gjykata e Tiranës janë vetëm 10 hapa. Ajo mund të dërgonte kado ose me një telefonat mund t'i thoshte atyre të gjykatës së Tiranës, "Më jepni çik atë videon që ka kërkuar zotëria." Ato pamjet filmike, kaq do mjaftonte. Dhe pastaj ajo mund të shprehë kështu që Angel, ne kemi parë pamjet filmike dhe atje s'ka gjë. Pik. Jo. Ajo se bëri se atje kishte prova. Dhe gjithë të maskaraleqe
se po e themi shqip, se kështu e kanë fjalën, në gjuhën e ligjit e kanë faj, e kanë vepra penale, në gjuhën shqipe e kanë maskaralleqe, dhe gjitha këto maskaralleqe bëhen për të vjedhur, për të grabitur, për të mbajtur pushtetin me dhunë, për të dhënë pushtetit atij që e kanë bashkëpunëtor, Edi Ramës me shok, për t'ju dhënë para dhe për të gjetur mbështetje nga njerëz që janë me demek diplomat këtu, me demek përfaqësojnë interesat e europianëve, po përfaqësojnë vetëm interesat e xhepave të tyre, se populli i Europës nuk i do. Dhe në pjesën më të madhe, ata janë ngritur të gjithë në Europë. A pa çfarë pritje i bëri Meloni, qeveria italiane e Edi Ramës dhe qeverisë tij? Ju se dini fare që Meloni është po aq në hall sa Edi Rama. Është e akuzuar nga mediat italiane për bashkëpunim me mafian. Pe çfarë pritje ishte? Spektakolare. Që spektakolare, po shikojeni çik mirë, shikojeni mirë. Shikojeni mirë se po i bjen brekët atij. 100 vjeçari. Me kokë ulur. Çfarë tregon? Që tregon që është në hall të madh. Është në hall. Ai bashkë me atë. Ato bën një show. Show, po normal. Po normal, çka kujton ti? Rama sikur ka rregulluar punët edhe me Ballukun. Atëre Balluku ja ka thënë Troç, unë të marr me vete. Prandaj edhe ai është detyruar të japi dorën prapë. Sigurisht. Troçë, unë të marr me vete. Tender akoma, ndërkohë që është. Ai, shikoj këtu, ai nuk del dot nga tenderi, se ata kanë parë. As ajo. Firmosin tender po pra, tjetër. ata nuk dalin dot nga tenderi sepse ata jetojnë me para të grabitur. Sa më shumë të grabisin, aq më shumë kujtojnë se i zgjasin pushtetin vetes. Se kanë mundësi të korruptojnë të tjerë, të udhërojnë krime të tjera.